Reprezentacioni i Maqedonisë, i cili nis me sukses ciklin e ri kualifikues për botrorin 2026, duke triumfuar në mënyrë rutinore si mysafir ndaj Liechtensteinit, ndërsa barazoi në shkup në përballjen me Walesin me 1 gol të pësuar sekondat e fundit, që edhe ka ndikuar në renditjen e fundit të FIFA-s. Maqedonia me 1375 pikë vazhdon të mbetet në pozitën e 67 në FIFA renditjen. Kombëtarja e Shqipërisë nisi kualifikueset me një humbje 2-0 ndaj Anglisë, teksa më pas arriti një fitore 3-0 përballë Andorrës. Megjithatë, kjo ka sjellë që kuqezinjt të zbresin në vendin e 66 në renditjen botërore. Përfaqësuesja e Kosovës, e cila fitoi promovimin në Ligën B të Ligës së Kombeve pasi mundi Islandën, tashmë është ngjitur me 2 vende, duke u renditur e 97 në botë. Ky është një hap tejet pozitiv dhe historik për futbollin e Kosovës. Argentina vazhdon të kryeson renditjen para Spanjës në vendin e dytë dhe Francës në pozitën e tretë. Në top 10 ekipet më të suksesshme në listën e fundit të FIFA-s janë edhe Anglia, Brazili, Portugalia, Holanda, Belgjika, Italia dhe Gjermania.